Rebecca Fox mendonte se po bënte shakan marrëgëtuese të jetës së saj kur u fshenën në krevat për të surprizuar të fejuarin. Por kur ndëgjoi dy palë hapa që i afroheshin dhomës së gjumit, zemra i doli nga vendi. Nuk ishte vetëm ai, ishte edhe një zë tjetër femre, një zë që ajo e njihte mirë, por që kur nuk duhej të ishte aty në ato orë. Një shaka e pafajshme u kthye në mangthin më të zi të jetës së saj. Çfarë fshihi pas asaj marrëdhënie të sëmurë? Qëndroni me ne për të zbuluar të vërtetën shokuese që fshihin në dritën e llambadarit të një familjeje në dukje perfekte. Rebecca Fox kishte kaluar fundjavën duke vizituar familjen e saj në një qytet aty pranë dhe vendosi të kthehej në shtëpi më herët se sa ishte planifikuar. E emocionuar për të surprizuar të fejuarin e saj, ajo u fut në heshtje në dhomën e tyre të gjumit dhe u glit në krevat. Ajo imagjinonte reagimin e tij të tmerruar dhe mezi priste të hidhej për të bërë shakan. Por argëtimi i saj u zhdu kur ndëgjoi dy palë hapa që afroheshin. Rebecca ngriu, zemra i rikthte me forcë në gjoks, ndërsa dera e dhomës së gjumit u hap. Ajo mbajti frymën, duke u përpjekur të qëndronte plotësisht e palëvizur, me shpresën se nuk do ta vërenin vendin e saj të fshehjes. Pastaj, ajo dëgjoi zërin e tij, të njohur dhe të ngrohtë. Por ai u bashkua me një zë tjetër që ajo e njohu menjëherë. Një drithërim i kaloi në përshtyllën kurrizore. Klikimi i mprejt i takave të larta bëri jehon në dyshemen prej druri, duke u bërë më i lartë ndërsa çifti hyri. Mendja e Rebekës vraponte, duke bashkuar mundësitë. Ajo u sforcua të dëgjonte. Trupi i saj ishte i tensionuar, frymëmarrja e saj e cekët. Zëri i dytë i përkiste dikujt nga e kaluara e saj. Dikush që ajo kur nuk priste ta shihte më. E lëre më këtu, në këtë dhomë. Në atë moment, ajo që kishte filluar si një shaka e padëmshme, u shndrua në diçka shumë më shqetësuese. Por para se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej, regjistrohuni dhe jepni ziles në mënyrë që të mos humbisni kur videot tona të ardhshme. Rebecca Fox ishte një grua e re, vibruese me një jetë në duke të përsosur. Ajo kishte një karrierë përmbushëse, një familje të dashur dhe një të ardhme plot premtime. Gjithçka ndryshoi kur takoi Andrewn, njeriu që do të përmbyste botën e saj. Ndryshe nga sportistët e sigurt me të cilët kishte dalë më parë, Andrew ishte ndryshe. Sharmi i tij prej njeriu të dhënë pas librave, mirësia dhe devotshmëria ndaj familjes e bën atë të parezistueshëm për Rebekën. Ajo ndjeu sikur më në fund kishte gjetur shpirtin e saj binjak dhe mezi priste të ndërtonte një jetë me të. Ata u takuan për herë të parë si adoleshent ndërsa punonin si këshilltar në një kamp veror. Që nga momenti kur sytë e tyre u takuan, pati një shkëndijë të pamohueshme. Ditët u kaluan duke u lidhur mbi muzikën, filmat dhe aventurat të përbashkëta. Netët ishin të mbushura me biseda të gjata nën yje. Miqësia e tyre lulezoi shpejt në dashuri. Ata u bën të pandashëm, duke bërë shëtitje të gjata, duke eksploruar vende të reja, duke u futur fshehurazi në shtëpinë e njëri tjetrit. Marrëdhënia e tyre duroi gjatë shkollës së mesme dhe në kolegj, ku telefonatat e përditshme dhe vizitat e shpeshta i mbanin pranë pavarësisht orareve të ngarkuara. Ata mbështeta njëri tjetrin në çdo sfidë, duke inkurajuar njëri tjetrin ndërsa ndiqnin ëndrat e tyre. Vite më vonë, Andrew më në fund mblodhi guximin për të propozuar. Ai planifikoi një darkë romantike në restorantin e tyre të preferuar dhe me një buzëqeshje nervoze i prezantoi asaj një unaz mahnitëse diamanti. Rebecca u gëzua pa mas, kur Andrew propozoi duke bërditur. Po, pa hezitim ndërsa u përqafuan fort, të sigurt se ishin të destinuar të ishin bashkë për gjithmonë. Një pjesë e madhe e dashurisë së saj për të vinte nga vlerat e tija të thella familjare. Lidhja e Andrewit me prindërit e tij ishte e fortë, veçanërisht me njërën e tij, Anën, e cila shpesh organizonte dreka të gjalla të dielash, të mbushura me të qeshura, tregime dhe ushqime të gatuara në shtëpi. Por gjatë një prej këtyre grumbullimeve, Rebecca ndjeu shenjën e parë të telasheve. Babai i Andrewit, zakonisht i gëzuar, duke i largët, ndërsa Ana duke i tensionuar dhe jashtëzakonisht e acaruar. Atmosfera dikur e ngrohtë ndjehej e tensionuar, duke e lënë Rebekën të shqetësuar.
Ndërsa të gjithë ishin ulur rreth tavolinës, Rebeka vuri re diçka që e shqetësoi mëtej. Kur Andrew falenderoi Anën për vaktin, ajo përkul dhe e puthi atë në gojë. Megjithse disa familje kishin tradita të përzemërta, ndër veprimi u ndjej jashtëzakonisht intim për Rebekën. Ajo heshti duke mos dashur të shkaktonte një skenë. Javë më vonë, ajo mësoi se Ana ishte në fakt njerëka e Andrewit, gjë që e hodhi incidentin në një dritë tjetër. Kur Rebeka ballafaqoi Andrew, ai e siguroi se kjo ishte thjesht mënyra e tyre për të treguar falënderim. Me hezitim ajo e anashkaloi atë, e pavetëdijshme se injorimi i instinkteve të saj do të rezultonte të ishte një gabim. Ajo nuk kishte dëshmuar kur një dinamik familjare si kjo më parë, dhe shqetësimi i saj në rritje shoqërohej me një mospëlqim të heshtur për Anën që nuk mund të shpjegonte plotësisht. Ana ishte një grua e drejtë për drejtë, që vazhdimisht futej në bisedat private të Rebekës dhe Andrewit, duke ofruar gjithmonë opinionin e saj sikur të ishte thelbësor. Rebeka e gjeti sjelljen e saj të çuditshme, dhe ajo që e shqetësoi më shumë ishte reagimi i Andrewit. Ai nuk e ndalonte atë. Ai dukej se e mirëpriste kontributin e saj sikur ta vlerësonte atë mbi të gjithë të tjerët. Lidhja e tyre ndjehej merësisht e ngushtë dhe Rebeka nuk dinte çfarë të mendonte për këtë. Ata ndanin shaka private, qeshnin lehtësisht së bashku dhe dukej se ekzistonin në botën e tyre të vogël. Rebeka filloi t'i vëzhgonte ata me më shumë kujdes. Ana shfrytëzonte çdo rast për të prekur Andrewin, një dorë në krahun e tij, një fërkim pas shpatullës së tij, dhe ai shpesh përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Ky veprim i holl duke pothuajse flirtues. Shqetësimi u rrit brenda Rebekës, si një hije që nuk mund ta shkunte. Çdo vështrim, fjalë dhe heshtje e bën atë të dyshonte tek vetja. Ajo përpoq ta konsideronte si paranoj, por ndjenja i ngjitej asaj, e rëndë dhe mbytëse. Në sipërfaqen e jetës së saj paqësore, diçka më errët po trazoi. Drekat familjare dikur të gëzueshme kishin marrë një atmosferë të ngarkuar. Sytë e mprejtë të Anës ndaleshin mbi Rebekën pak si shumë gjatë dhe buzëqeshja e Andrewit filloi të ndjehej e detyruar, sikur po fshikte diçka. Instinktet e saj i thanë se diçka nuk shkonte, por ajo i mbajti dyshimet e saj për vete. Pastaj, një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në shkëlqimin e ngrohtë të llambadarit, gjithçka filloi të shpërbëhej. Rebeka pa se si Ana dhe Andrew shkëmbyen një vështrim që i bëri stomakun të dridhej. Duart e tyre gjetën njëra tjetrën, gishtat u ndërthurën në një mënyrë që ishte çuditërisht intime për një nënë dhe djalë. Andrew njoftoi se ai dhe Ana kishin planifikuar diçka të veçantë, një shëtitje në mal. Në fillim Rebeka ndjeu një shkëndijë lehtësimi. Ndoshta ajo ishte shqetësuar për asgjë, por fshehtësia rreth planit e shqetësoi atë, pse Andrew nuk e kishte përmendur më herët. Koha ndjehej e gabuar dhe gropa në stomakun e saj refuzoi të zhdukej. Java në vijim kaloi në një mjegull përgatitjesh. E kapur në befasi, Rebeka u mor me blerjen e pajisjeve dhe paketimin e ushqimeve, gjatë gjithkohës duke u përpjekur të injoronte ndjenjen në rritje të shqetësimit që po e brente. Ajo i thoshte vetes se ishte thjesht një aktivitet lidhjeje familjare, një shans për t'u lidhur me Anën, por ndjenja nuk largohej. Kur dita erdhi më në fund, moti ishte i freskët dhe i kthjellët, ajri i mbushur me aromën e pishave, ndërsa ata udhëtonin drejt shtegut. Rebeka e detyroi veten të qëndronte optimiste, por sa më shumë që hynin thellë në pyll, aq më shumë i shtrëngoheshin nervat. Shtegu ishte më i pjerrët dhe më i ashpër se sa priste, duke u dredhur në anë të malit me shkure të dendura që mbylleshin në të dy anët. Për pjesën e parë, gjithçka dukej mirë, por shqetësimi mbeti si një hije në skaj të mendimeve të saja. Të katërtit, Rebeka, Andrew, Ana dhe Trenti lëviznin me një ritëm të qëndrueshëm. Për pak kohë Rebeka gjeti një ritëm të rehatshëm, ajri i freskët i qetësoi nervat, por ndërsa shtegu bëhej më i pjerrët dhe më shkëmbor, shëtitja u bë më kërkuese. Trenti filloi të mbetej prapa, frymëmarrja e tij ishte rënduar dhe hapat e tij apo lëkundeshin. Rebeka shikoi përpara, por Andrew dhe Ana ishin disa metra përpara, plotësisht të përthithur në bisedën e tyre.
E pasigurt nëse duhej t'i arrinte apo të qëndronte prapa, Rebeka në fund uli ritmin e saj për t'u përputhur me të tijin. Gjatë shkëmbimit të tyre të qetë, Trenti la të rrithte diçka, një vërejtje rëndom rreth lidhjes jashtëzakonisht të ngushtë të Andrewit dhe Anës. Toni t'i mbante një shije pendimi dhe megjithse ai nuk u zgjat, fjalët e tij e lan Rebekën me një ndjenjë të huaj dhe të shqetësuar që nuk mund ta shkunte. Rebeka ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Kishte diçka në mënyrën se si foli Trenti, diçka të pathën, por të rëndë me kuptim. Çfarë donte të thoshte ai me këtë? Çfarë kishin kaluar Andrew dhe Ana bashk? A ishte thjesht afërsia e një nëne dhe djali? Apo kishte diçka më shumë? Diçka që ajo nuk mund të shihte ende. Në majë të shtegut, Ana dhe Andrew pritën të skuqur nga sforcimi dhe të qeshrat, në dukje të pashqetësuar që kishin lënë partnerët e tyre prapa. Afërsia e tyre ishte më e theksuar se kur dhe zemra e Rebekës rrihte fort, ndërsa i vështronte. Ndjej si një lidhje që shkonte përtej dashurisë normale, familjare dhe një siguri e ftohtë pushtoi atë. Çfarëdo që ata po fshinin, mund të ndryshonte gjithçka. Trenti duke i tërhequr, i largët nga Ana, duke lënë të kuptojë tensioni i fshehtë që Rebeka nuk mund ta kuptonte plotësisht. Skena e la atë të konfuzuar dhe të shqetësuar. Në javën që vijua, Rebeka u bë gjithnjë më e largët me Andrewn. Bisedat që dikur rrinin pa mundim tani ndjeheshin të sforcuara. Ajo nuk mund ta shkunte ndjenjën se diçka e papërshtatshme po ndodhte. Më në fund, e pa aft për të duruar më tej pasigurinë, Rebeka mblodhi guximin për të ballafaquar Andrewn. Ajo e gjeti atë në dhomën e ndenjës një mbrëmje. Reagimi i Andrewit ishte i ftohtë dhe mbrojtës. Ai i hodhi poshtë qetësimet e saj, duke këmbë ngulur se marrëdhënia e tij me Anën nuk ishte asgjë tjetër veç se familjare dhe se ajo po mbi ngarkohej. Fjalët e tij të mbrejta dhe të palëkundura e lan Rebekën të shtangur. Besimi u thërmua në një çast, i zavendësuar nga një ndjenjë tradhtie. Lotët i turbulluan shikimin ndërsa luftonte për të pajtuar njeriu që donte me sjelljen që kishte vëzhguar. Por një fundjavë puna e thiri atë larg, duke e lënë Andrewn në shtëpi. Ajo ishte ngarkuar papritur me prezantimin e produktit të ri të kompanisë së klientit potencial, një detyrë me presion të lartë në një kohë shumë të shkurtër. Ajo u përgatit, u stërvit dhe u paketua për fluturimin e saj të klasit të biznesit drejt Londrës. Pa ditur ajo, diçka kurzi po shpalosej në shtëpi. Kur ishte në Londër, Andrew e mori në telefon. Fjalët e tij të inkurajimit i ngritën moralin, por këmbëngulja e tij e pazakon që ajo të qëndronte jashtë qytetit i ngacmoi kuriozitetin. Rebeka e mbaroi prezantimin të shtunën me saktësi dhe besim. Klientët u mbresuan, e emocionuar për t'u kthyer në shtëpi. Ajo kuptoi se diçka kishte haruar t'i tregonte Andrewt se do të kthehej një ditë më herët. E vetme dhe pak e zhgënjur, ajo vendosi ta surprizonte atë. Ajo rregulloi shtëpinë dhe u fut në heshtje në dhomën e gjumit. U përkul dhe u glit nën krevat, duke imagjinuar fytyrën e tronditur dhe të gëzuar të Andrewt. Por emocioni i saj u kthye shpejt në tmerr. Ajo ngriu kur dëgjoi hapat që afroheshin. Jo vetëm një, por dy. Zëri i Andrewt arriti në veshët e saj, por ai u bashkua me një zë tjetër të njohur. Paniku e pushtoi. Shaka e padëmshme që kishte menduar tani ndjehej si një makth. Frika i mbërtheu gjoksin ndërsa kuptoi se nuk kishte ide se kush tjetër ishte në dhomë. Ndjenja e tmerrit ishte mbytëse, duke e lënë atë të paralizuar nën krevat. Mendja e Rebekës vraponte me skenar. Kush ishte me Andrewn dhe pse prania e tyre ndjej aq e gabuar? E gjitha që mund të bënte ishte të priste. Në agoni, ajo pa Andrewn të hiqte xhaketën, e cila rana dysheme. Ishte buri i saj gati ta tradhtonte? Ajo nuk mund ta duronte më pezullimin dhe u përgatit të zbulojë. Pastaj e dëgjoi. Gjaku i saj u ngri. Ishte Ana që ballafaqoi me Andrewn, duke shprehur mosmiratimin e saj për Rebekën dhe duke pohuar kontroll mbi të. Megjithatë, Andrew mbrojti me vendosshmëri gruan e tij dhe këmbënguli që Ana të largohej, duke e bërë të qartë se vendi i Rebekës në jetën e tij nuk ishte i negociueshëm. E mbytur nga emocionet, Rebeka u zbulua me lotë që i rrithin në faqe. Ana u tërhoqi nga surpriza dhe mbështetja e Andrewit e rishikoi Rebekën sa ai ishte në anën e saj. Pas asaj përplasjeje,
Çifti zgjodhi të distancohej nga drekat dhe grumbullimet familjare, duke kuptuar se dashuria e tyre për njëri tjetrin ishte gjithçka që kishte rëndësi vërtet. Faleminderit që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutemi mos harroni të lini një pëlqim, të regjistroni dhe të goditni zile në mënyrë që të mos humbisni kur përralla të mahniqme si kjo.